Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi, kudo që po na dëgjoni përmes katër radiove tona publika, po edhe përmes platformave tona në internet. Sot po takohemi përsëri në emisionin tonë të përbashkët pa kufi. Sot në ditën e librit do të flasim pikërisht për librin, për leximin dhe të drejtën autoriale. Në studion e Radio Kosovës ju flason Mirvete Uka, ndërsa për këtë temë kam ftuar si mysafir timin për të folur profesorin e gjuhës Flamur Shala. Profesor, mirë se erdhët, faleminderit shumë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe lidhemi me Tiranën, kolegu im Jaho Margjeka ka ftuar atje Mimoza Erebara, studiuese letërsisë dhe shkrimtare. Jaho. Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, për kolegët në studiot e tjera dhe të ftuarit e tyre, për të gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur sot në Pa Kufi, ashtu siç thatë edhe ju, unë tani jam në studio me zonjën Mimoza Erebara, studiuese letërsisë shkrimtare. Mimoza, faleminderit shumë për ardhjen sot në Pa Kufi. Faleminderit juve, mirë se ju gjeta në këtë emision kaq interesant. Faleminderit. E falenderojmë edhe ne zonjën Erebara për prezencën e saj sot në studion e Radio Tiranës për të kontribuar në emisionin tonë dhe bëjmë lidhjen e parë me Mehmet Aliu në studion e Radio Shkupit. Ai ka ftuar sot profesoreshën Ajten Xhamili. Mehmet Ali, na dëgjon? Po, Mirvete, përshëndetje edhe nga Shkupi, nga Radio Shkupi, ashtu si që potencove, e ftuara sot në Radio Shkup është profesoresha e Universitetit Shëngriri këtu në Shkup, Ajten Xhamili, ajo do të ketë edhe 2 student që të cilët do të prononcojnë lidhje me temën që kemi zgjedhur sot në ditën ndërkombëtare të librit. Falenderojmë shumë profesoreshën Ajten Xhamili dhe prezantojmë po ashtu edhe kronikën e Malit të Zi, të cilën do ta transmetojmë ka mesi emisionit. Kolega jon Violeta Gjokaj ka zhvilluar një bisedë për këtë temë me Sidorela Berishajn. Do ta nisim bisedën sot në studion e Radio Kosovës. Profesor, sot pikrisht në ditën e librit u nda nga jeta akademiku njëri ndër kolosët e letrave shqipe, Recep Qosja. Unë do doja t'ju shpreh ngushëllime edhe përmes emisionit tonë në familjes Qosja, po dhe gjithë e studentëve të tij dhe gjithë kombi shqiptar, mund të them, sepse është një ndër figurat më të rëndësishme të letërsisë shqipe në gjithë trojet shqiptare dhe jo vetëm. Por përveç kësaj, a pushohet gradualisht në shoqërinë tonë brezi që besonte në idenë platonike për angazhimin politik dhe publik? Unë s'pari dua të shpreh ngushëllimet e mia për familjen Qosja, për gjithë anëtarët e saj, dua të shpreh ngushëllimet e mia për gjithë shokët, dashamirët, miqtë e profesor Qosjes, i cili sot në moshën 90 vjeçare ikun nga kjo botë. Mund të thuhet kështu siç e thatë ju se po shuhet dal nga dal brezi, po unë them edhe pak më ndryshe se veprat që kanë vënë themel të historisë së letërsisë shqipe në përgjithësi dhe të historisë së letërsisë shqipe në fazat caktuara të shkrimit të tyre janë themel dhe metudje i dijes për letërsinë, për kulturën dhe edhe për gjuhën shqipe në përgjithësi. Prandaj profesor Recep Qosja ka ikur nga kjo botë fizikisht, por vepra e tij do të mbetet, unë besoj, udhërrëfyes i studimit të letërsisë shqipe në përgjithësi, por edhe i shkrimit të veprave letrare, artistike, siç i laj, dhe gjeneratat e breza do të jenë ato që ta mbajnë mend gjatë përmes veprës së tij. Po formimi kulturor, mendor dhe shpirtëror i shoqërisë varet nga të lexuarit, si e mendoni? Si tani nisur edhe nga
ky brez sot ikja e qosjes na bëri të kujtojmë shumë gjëra dhe të bëjmë një krahasim me brezin e kaluar me brezin e tashëm, por çka do të flasim edhe më vonë. Ne themi nganjëherë që është mirë që sot librat e botuar i kemi të sirtarizuar dhe i kemi edhe të koduar, i kemi edhe në platforma digjitale. Dhe mundësia e leximit është pak më tjetër dhe më ndryshe se sa në kohët e shkuara. Për shembull, gjeneratat tona kanë pritur në radhë për ta marrë një libër për ta lexuar atë. Sepse, si thot populli nganjëherë, koha e bën të vete. Në kohën tonë, libri është lexuar edhe fsheht. Sepse na u ka dashur që ta fshejmë në kuptimin që ta përcjellim dorë në dorë dhe të lexohet ai libër nëpër skuta, nëpër shtëpia, natën, në orët e vona etj. Domethënë, nuk është më ajo kohë. Po edhe atëherë, mundësitë për ta lexuar librin nuk kanë qenë siç janë sot në kuptimin e përgjithshëm, edhe ato që s'kanë qenë të ndaluara. Sepse nuk ka pasur volum kaq të madh të librave, aq më tepër sot që, siç e thash edhe më parë, i kemi në biblioteka, kemi edhe në platforma të ndryshme, varësisht nga fushat e studimit, varësisht se çka dëshirojmë të kërkojmë në përgjithësi. Përfshirë këtu tash atë strukturimin ose, si të themi ne, atë klasifikimin se çfarë librash ne i nxjerrim dhe cilat libra janë të domosdoshme të lexohen. Mbi fjala, në shkollat fillore të mesme, sidomos, janë pak a shumë bazë të plan programeve të përcaktuara se çfarë libra lexohen. Edhe në fakultete, në sajt literaturës, e cila proklamohet dhe është në plan programe, edhe aty kemi jo të kufizuar literaturën për ta përdorur atë. Se sa po realizohet leximi i librave pavarësisht këtij strukturimi edhe planifikimi në bazë të kondiktave që i cakton shteti, sepse programet e plan programit cakton shteti përmes ministrive, përmes drejtorive të caktuara të tjerë, se sa po arrim të realizojmë këto, është diçka që mund të diskutohet, madje edhe të analizohet në mënyrë të mirëfillt, sepse rezultatet në përgjithësi nuk na tregojnë se po lexohet mjaftueshëm. Është edhe ana tjetër që lexuesi, duke mos qenë i strukturuar në shkollim, por i ka mbaruar, domethënë ka mbaruar diçka sipas kërkesave të tij, por që ka në mesin e tyre lexuesve që kanë pasion leximin dhe lexojnë varësisht nga temat, varësisht nga ajo se çka kërkohet për të lexuar. Në përgjithësi, mund të themi se ka nevojë që edhe më tutje të qasemi në mënyrë sistemore, madje edhe statistikore, e të nxjerrim atë anë të pasqyrës se a po lexohet apo ka rënë niveli i leximit, duke përfshirë librat që i kemi sot botuara, të domosdoshme në sistemin shkollor, por edhe ato që janë në platforma digjitale dhe edhe sipas kërkesave dhe pasionit që kanë lexuesit për libra të caktuar. Ka statistika për shtete të caktuara, nga India deri te Franca, Estonia, Bjefjala, Suedia, Finlanda, etj., që ndoshta ata kanë mundur ta bëjnë një matje ka herë se sa lexohet. Te ne kjo njëherë për njëherë nuk dihet ndoshta mirë filli. E përmendet leximin edhe atë përcaktimin nga ana institucioneve dhe se çfarë duhet të lexohet nga nxënësit, dhe më kujtove një fakt të cilin e kam vënë re me kohë dhe nuk e kuptoj pse nuk ndryshon. Akoma dhe sot e kësaj dite fëmijët kanë për lektyrë shkollore librat që janë lexuar para 20 viteve, ndoshta edhe më shumë. A do duhet profesor të ndryshoj, kanë ndryshuar rrethanat dhe fëmijët e sotëm, nxënësit e sotëm kanë
një botë tjetër, jetojnë në rrethana tjera, në kushte tjera, ambicet e tyre ndryshojnë nga ambicet e prindëve të tyre, pse duhet të kenë lektyra të njëjta shkollore me ato çfarë kishin gjeneratat shumë vite më parë. Sigurisht që ndoshta duhet përshtaten, po jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale. Nuk është të bërë një matje krejt e mirëfillt, por secili që ka fëmijë të kësaj moshe, të këtyre moshave, mund të, si themi, të bëjë një analizë edhe përmes deklarimeve të tyre se sa ata i tërheqin vepra të caktuara në kuadër të lektyrës shkollore për të lexuar. Dhe a shohin vetëm si domosdoshme apo i tërheq diçka. Për shembull, ka fëmijë që i kem takuar edhe ata dalin në librari për lektyrë që të pajisen me lektyrë shkollore me tituj që janë përcaktuar me programe, e plan programe, caktuara të gjuhës shqipe, por ata blejnë edhe libra të tjerë në gjuhën angleze, bie fjala, sepse nxiten nga një prirje, që po thuhet trend, nga një prirje prej shoku me shokun e shoqen, se ka lexuar një filan veprën të autorëve të huaj, në gjuhë të huaj, dhe që kanë tema krejt të ndryshme nga ato çfarë. Absolutisht që janë tërheqëse për temat, sepse temat janë të nduarshme, e sidomos varësisht nga moshat, sidomos në shkollën e mesme, etj. Dhe ata tërheqen ti blejnë ato duke lënë anash për shembull atë pjesën e lektyrave shkollore se titujt që hynë në radhën e librave në kuadër të lektyrës shkollore. Por gjithsesi janë temat përveç tjerash ato që tërheqen dhe se po i përshtatemi kërkesa apo u përshtatemi kërkesave të lexuesve të asaj moshe ose të fëmijëve duke u rritur, kjo megjithatë prap mendoj që duhet të diskutohet në vazhdimsi. Sigurisht, faleminderit shumë profesor, të kalojmë linjën tani në Tiranë te Jaho Maxhika dhe mysafiri e tij. Jaho na dëgjon? Po, faleminderit. Fjala për ju tani. Faleminderit. Vazhdojmë bisedën këtu në Radio Tirana me Mimoza Rebar. Moza, dita botërore e librit përmbledh një sër perceptimesh për realitetet e librit dhe si e tillë ka edhe peshën e vet, do të thënë në opinion dhe gjithandej. Në fakt si e gjykon pak shkurt momentalisht realitetin, trendin e letërsisë tonë në Shqipëri, të botimeve, apo shkruhet, apo botohet, apo lexohet, aq sa e kërkon, si jemi mësuar të themi, koha, apo në raport edhe me teknologjinë, në raport edhe me ata që një pjesë e brezave të sotëm janë të orientuar edhe më shumë drejt rrjeteve sociale dhe ky libri i printuar sikur nuk ju shkon shumë, nuk ju vjen shumë për shtat. Po, në fakt do ta filloja me dy emra të letërsisë botërore, Shakespeare dhe Cervantes. Se ekzistenca e tyre, me sa na tregon historia e letërsisë, na ka krijuar këtë datë, 23 prillin. Janë dy emra që sigurisht për gjithë ne që e kemi lexuar na kanë ndryshuar ndoshta qëndrimin, mendimin, mënyrën e të parit shoqërisë, të vetes tonë, të kërkimit në veten tonë aq më tepër. Gjë që duke ardhur në kohë është paksuar, me çfarë vërej unë është paksuar. Për fat keq që në Shqipëri libri botohet shumë, ka shumë botime, po pak lexim. Për fat mirë botohet, po për fat keq ka pak lexim. Për fat keq ka pak lexim, në fund pak lexohet. Ndodh për shembull që ne jemi të dëshmitar që edhe kur bëhen promovime të librave, ata pjesëmarrës që janë aty, ndodh që nuk e kanë lexuar librin dhe flasin në përgjithësi për gjëra të përgjithshme që nuk kanë lidhje fare me një analizë ose me një kritikë apo me një qëndrim që duhet të mbash ndaj një libri. Mos na ik rasti të urojmë për librin e ri që ka vetëm
3-4 ditë që ka dalë Fije Besimi, librin me poezi, librin më të fundit, ju jeni autore njohur me shumë libra, me përkthime, jeni studiuese e historisë, letërsisë shqipe e të tjerë. Faleminderit. Vazhdojmë moz me këtë argument për cilin po flisnim. Në të vërtetë, aq sa ke vënë re, çfarë zhanresh dominojnë aktualisht? Letërsia artistike, librat, si të themi, letërsi dokumentare, apo biografit, apo librat e përkthyer? Sa kam vërejtur unë, në Shqip janë romanet, ato që kanë vendin e parë, edhe romanet me këto historitë roz, do të thonë, historitë roz. Me historitë roz, do të thonë këto. Edhe në vend të dytë kam përshtypjen përsëri nga vëzhgimi nga larg individuali imi, që janë në përkthimet e autorëve të huaj. Pavarësisht e emrit të autorit, mjafton që ai është i huaj dhe libri preferohet përpara një autori që mund të jetë cilësor, por paragjykohet. Është një paragjykim me sa duke i trashëguar me të drejtën, ose ndoshta një veprim ndaj një mungese në kohën e monizmit. Ne dim shumë mirë që ne kemi patur shumë pak mundësi për të lexuar. Po, në krahasim me kemi lexuar, po autor të ndryshëm na janë mohuar, letërsia e tyre. Po pra, do të them kemi pas një kufizim shumë të madh të librit. Unë shkak të metodës, ju keni bërë një studim të gjerë për letërsinë e metodës realizmit socialist. Unë mbaj mend vetëm një gjë që kur kam rastisur në bibliotekën e Prishtinës për herë të parë, jam surprizuar nga librat që ishin aty, nga numri i autorëve të huaj, nga mbi të gjitha dhe nga kritikat, studimet kritike, historike, gjë që Kosova e kishte lirinë e botimit të autorëve, kishin cenzurë të lloj tjetër, jo si ne këtu në Shqipëri. Patjetër që ishin në cenzurë, po. Moza, a ka dallime mes brezave në mënyrën e leximit ose të qasurit ndaj letërsisë? Padyshim që ka. Do të thonë siç është dallimi për çdo gjë tjetër. Për gjërat e tjera, edhe në këtë pavarësisht se objekti është i njëjtë, libër. Qasja e të riut sot ndaj librit është krejt ndryshe nga qasja e të rinjve të paktën 3-4 breza më përpara. Ndoshta zhvillimi i teknologjisë ka avancuar një qëndrim të tillë, sepse ata ndjehen më komod, më rehat në momentin që i kanë online të gjitha gjërat. Po, një farë mënyrë, një scroll, si i thonë kështu, i kalojnë shpejt ato titujt, dhe nuk është se përqendrohen tek një lexim i thellë i një gjëje. Le ta themi që është pak në përgjithësi, ka si teknologjia ndoshta. Jo, është dhe zgjedhje individuale, se ne mund të kemi të rinj që janë lexues të shkëlqyer. Po natyrisht. Domethënë zgjedhje individuale, ajo që bën ti ndaj teknologjisë për të zgjedhur librin e printuar apo ta lexosh online. Ose nëse i lexon të dyja, qëndrimin që mban ti ndaj atij ose seriozitetin me cilin e lexon. Kjo është pastaj hyn në kulturën edhe në edukatën që merr brezi i ri, në orientimin e secilit. Tek ajo çfarë do të mbri. A është libri digital një kërcënim apo një mundësi edhe për librin tradicional? Ka shumë platforma sot që ju ofrojnë dëgjuesve, lexuesve, ju ofrojnë libra të në audio. Po, ndoshta për koha do ta tregoj. Kam parasysh këtu kur sidomos një kategorie që nuk kanë mundësi të lexojnë për arsye të ndryshme shëndetësore të tjera. Po e them në përgjithësi, ato janë një kategori jo e madhe. Shiko, teknologjia është gjithmonë e pranueshme, gjithmonë të çon përpara, gjithmonë të ndryshon qëndrimin social, do të thonë të shoqërisë në përgjithësi. Por ajo që ka mbetë tradita është traditë, nuk mund ta ndryshosh dot. Nuk zëncohet. Kënaqësi që ta jep libri dhe era e letrës. Aroma e letrës, nuk e ofron dot. Nuk ta jep ekrani.
As i kompjuterit, as i Madje unë ja kam telefonit. bërë pyetje, le të themi moshës 30-40 vjeç deri në 40 vjeç, jo kam bërë një pyetje për kuriozitetin tim personal. Dhe ju kam thonë, a ndjeni ju emocion kur lexoni në online, në libra digital që i merrni? Përgjigjet ishin të interesante. Edhe në le të themi që 80% e tyre thanë që jo, libri është libër. Libër është libër. Pavarësisht se përdorin platforma digjitale, ato thanë që libri është libër. Libri të përmbush edhe vizualisht edhe emocionalisht edhe në ana përmajtësore natyrisht kur është një libër i zgjedhur, një libër që e vlen. Tashi letërsi botohet shumë thatë, po a ka nevojë për një farë orientimi apo lexuesi e gjen vetë, lexuesi i mirë sidomos. Çfarë bëjnë mediat? Bëjnë orientime shpesh klienteliste, pak jo qoka i thonë këtu në Tiranë. Qoka. Për fat keq është kthyer në mënyrë le të thojnë në mënyrë jetese për shkrimtarë. Disa autor sikur e gjen tregun e librit shumë shpejt, ndoshta ata e meritojnë, po sikur të njëjtët gjithmonë. Sepse këtu nuk funksionon kritika. Kritika letrare, kritika e cila duhet marrë parasysh të gjithë elementët e tekstit. Gjithë elementët e teorisë së letërsisë që janë të pandryshueshme, sepse është baza e një shkence. Në fundit letërsia në vetvete vetë se është një krijim, është dhe një shkencë. Po. Ka anën e vet shkencore, ka elementet e veta të cilat ti nuk mund t'ja anashkalosh. Ndërkohë që kjo ka ndodhur dhe edhe ato kritika në thonjza prap që bëhen në kuadrin e këtyre që në Shqipëri themi qoka. Po, dhe jo se e harruam, po duam të shprehim edhe ne si konsideratën, vlerësimin dhe omazhin sot për ndarjen nga jeta të akademik Recep Qosjes, një figure poliedrike të studimeve dhe të letërsisë shqiptare. Sa po e dëgjova dhe u trishtova domethënë për këtë gjë, se në të vërtetë është një figurë që i përket historisë së letërsisë shqipe, jo që nga ky moment më tej, po më herat. Domethënë është një figurë që ka ndikuar në studimin, ka ndikuar në romanet, në emër, unë mbaj mend vitet 80 që ka qenë shumë të decisive për Panteonin e letërsisë shqipe, ashtu siç është një vepër e tij Panteoni i rralluar. Nuk duhet ngatruar jeta personale e një autori me veprën. Vepra është një gjë dhe jeta personale. Jo, çdo njeri ka angazhimet e veta të natyrës personale. Njerëzit nisën shumë herë nga dhe bëjnë paragjykime dhe japin përfundime të shpejtuara. Po, ne nga vepra, në cilën parti ka qenë, në cilën kë ka përkrau, kë ka... Nuk është normale kjo gjë. Ashtu tjerë. Ti gjykon mbi tekstin. Homazh për akademik Qosjen, edhe nga studio e Radio Tiranës. Mirëvete. Po, jaho. Mirëvete. Po ju dëgjoj, jaho. E kalojmë linjën tani në Shkup me Medalina, dëgjon? Po, mirëvete u dëgjojmë shumë mirë dhe ne shprehim ngushëllime për familjen Qosja. Këtu kam profesoreshën e letërsisë, Ajten Qamili, gjuhës dhe letërsisë. Profesoresh, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Sot shënojmë ditën ndërkombëtare të librit dhe herën e fundit mbaj mend që ju ishit në studio. Diskutuam gjëra gjatë për atë që kemi aktuale, domethënë sa lexohet sot libri edhe a ka ndryshuar ai modaliteti, na e ka bërë si thua më të afërt apo më të largët librin këto çështje teknologjike, si i shikon ti? Dhe këtu ke edhe dy studentë, ato do të prezantojnë më vonë, Elda dhe Onuri. Po. Po natyrisht që epoka digjitale ka ndikuar që të ndryshoj raportin e lexuesit me librin, në kohën kur nuk ka qenë e pranishme në mesin tonë epoka digjitale dhe në ditët e sotme. E tani sa afron apo largon libri, ajo është edhe si me baticat dhe zbaticat e saj, ka vala vitje të ndryshme për shumë arsye. Në radhë të parë, për shembull, nëse shihet në fillim kur u shfaq edhe në ramne në kontakt drejt për drejt me internetin përgjithësi, me rrjetet sociale, filluam sikur shumë të shmangemi dhe të largohemi libri dhe shumë të digitalizohemi. Pastaj u pa ajo mungesa
që do të thonë u hetua me automatizëm që nuk është ajo e njëjta sikurse me libër edhe sikurse në internet, sepse i kemi edhe libra elektronik, kemi edhe në PDF që janë, apo edhe tekste të ndryshme në Google, në Wikipedia dhe në shumë faqe të ndryshme. Por tjetër është ato të dhëna që janë atje, jo gjithmonë janë të sakta, u pa se në fillim ende nuk e dini njerëzit që kishte të drejtë secili të shkruajë dhe ishin shumë me dezinformata, me keq kuptime. Pastaj njerëzit duke u vetëdijsuar, duke kaluar natyrisht nga pasojat e veta dhe gjithmonë nga përvojat e veta, u vu në pah që në fakt libri është përsëri ai që duhet t'i rikthehemi. Dhe kjo gjithashtu u vërejt edhe nga Suedia për shembull si shtet, në fillim e mori si qëndrim që të gjitha shkollat të kenë vetëm libra elektronik dhe digjitale, të mos kenë libra në formë të letrës. Edhe ata e provon edhe pan që e dëmtoi cilësinë në përgjithësi të arsimit, po edhe vetë edukatën e fëmijëve dhe mënyrën e menaxhimit të kohës edhe për shumë çështje të tjera, psikologët, sociologët në Suedi e theksuan këtë gabim, këtë tëmet te rinia e tyre dhe për këtë arsye u tërhoq dhe prej vjet më duket, vjet ose par vjet se di kur u bë që u rikthyen përsëri, prej vjet më duket, u rikthye përsëri librat dhe madje jo vetëm që u rikthyen, po e vun edhe një ligj që në asnjë klas të mos ketë kompjuter dhe laptop që përsëri të rikthehen në atë tradicionalen. Gjë që ne jemi ende në një fazë kalimtare, në një fazë tranzicioni, ne gjithmonë jemi dikush diçka fillon nga shtetet e huaja, ne menjëherë vrapojmë, pasojmë, pastaj ata kur rikthehen ende jemi në atë fazën tjetër që duhet prap pas tyre të vrapojmë. Po besoj që duhet të jemi pak më vigjilent edhe më shpejt i kapim mangësitë të tjerëve, domethënë pasojat që i kanë pasur të tjerët më shpejt i kuptojmë në lëkurën tonë dhe të mos lejojmë që edhe ne të dëmtojmë kaq shumë rinin, përgjithësi cilësinë e arsimit apo edhe vetë formën e të lexuarit. Pra domethënë duhet edhe në shkolla, për shembull vetë mësimdhënësit, në shkollë fillore, shkollë të mesme, ne profesorët në universitete, edhe prindërit, po ja edhe nëpër media të ndryshme, të flitet për vlerën, për cilësinë e librit, gjithmonë të vetëdijsohen, sepse fundit dia është ajo që e çon civilizimin përpara dhe përmes librave faktikisht është arritur dhe teknologjia e sotme. Nëse nuk kishte libra, nëse nuk kishte njerëz të dijshëm, nuk do të kishim në gjendje që e kemi sot. Për këtë arsye duhet këtë pjesë t'ju azgjojmë rinis që të kenë, tani ne nuk themi që tërësisht të largohen nga epoka digjitale sepse është e pamundur, po duhet të kenë një bilans, si themi baraspesh rreth asaj që është ta zëm rreth librit, të lexuarit në libër dhe me edhe çështjet që janë digjitale. Faleminderit Elda, afro përpara. Duhet t'ju pyes domethënë se si e pa këtë kur erdhën nga Struga, këtë a lexojnë të rit këtu si atje ose sepse ka qenë si thua një eufori unë si student, si gazetar para më shumë se 20 viteve, më ka bërë shumë përshtypje fakti që sikur nuk lexohet shumë. Ajo bindja ime, përshtypja e parë në përpanarire që vërejën në Gosivar, në qytete të tjera, shumë pak lexohet. Përshtypja tua sa lexojnë të rit sot? Ai këndvështrimi juaj, domethënë. Unë vi nga Struga edhe si mjet jam këtu në studime në vit të parë. Normal, me emocione dhe me një eksperiencë, domethënë një përvojë shumë ndryshe kur e fillon diçka për herë të parë edhe për fillimi, po në përgjithësi edhe siç është edhe në Strugë, edhe këtu shoh mungesë të madhe të interesimit ndaj librave tek të rinj. Shumë e bukur, e vërtet. Po, por gjithsesi në shoqëri edhe në përgjithësi sa shoh që më tregojnë edhe të tjerët, ka një numër, një pakicë, po ndoshta një pakicë e mirë edhe cilësore që vazhdojnë të kërkojnë edhe të interesohen për libra. Edhe bile ka edhe nga ato, kam shoqe të cilat, për shembull, kërkojnë libra edhe literaturë për autorë të huaj që tashmë hala nuk janë përkthyer në gjuhën shqipe. Do të thuash lexon ai që është shumë i pasionuar. Po, pasioni të çon të kërkosh edhe të lexosh për atë normal që e don. Sepse në fundit edhe fakulteti kërkon një impenjim më shumë. Patjetër, po.
Onurësishe këto gjërat, domethënë sa lexohet sot këto ndryshimet që janë rreth librit dhe çfarë sjell ty, çfarë impresioni sjell ty ky ndryshim, sepse themi që vazhdimisht jemi në atë revolucionin kibernetik të informatave, më pas se kemi edhe inteligjencën artificiale, që unë për shembull në fillim fare isha skeptik, me tani e përdor çdo mëngjes, shkoj të them kur e shart çfarë thot inteligjenca artificiale për mua, po ti nuk thua kështu. Çfarë thuat për librin në ato rrethet ti, nga shkon sto studenti e Brucosh si vjet dhe sa lexon Shkup, kryeqytet? Unë jam student i vitit të parë. Faktikisht shkollën e mesme e kam kryer në mjeksi, por përderisa vjen ajo mosha të cilën ti fillon në një farë mënyre të pjekesh, të mendosh se çka të bën ty, çka të ndërton ty si person, mendoj se për mua më mirë ishte leximi, të cilin nuk është që e kam filluar shumë herë, para 2-3 viteve kam filluar të lexoj, dhe sinqerisht mund të them se leximi është një ndjenjë që jo çdo kush mund ta përjetojë atë ndjenjë. Domethënë mua më pëlqejnë sidomos romanet, sepse gjatë leximit të tyre domethënë është një ndjenjë më e veçantë, domethënë ajo futesh me një botë shumë, domethënë bëhesh si një lloj personazhi hyn vetë në libër, i shikon të gjitha ngjarjet, bëhesh pjesë e asaj bote, atij libri, edhe besoj që kjo është një ndjenjë që nuk është i privilegjuar çdo kush, prandaj mendoj që sado që të zhvillohet teknologjia, libri do të mbetet përsëri një pjesë, një botë më vete, se sado që të lexosh në mënyrë, të lexosh nëpërmjet telefonit, nëpërmjet laptopit, do të vinë ndonjë mesazh që ti do të habitesh, do të harrosh, do të ndahesh prej asaj bote, sepse të ndan për asaj mënyrë, por të shpërqendron. Por kur je vetëm në libër, telefonin e ke anash edhe përqendrohesh 100% aty, hyn në ngjarje dhe kjo është një ndjenjë shumë domethënëse. Më vjen mirë që erdhën në studio sot, sepse ne këtë i shohim realitetet reality show këta, sikur është mburje njerëzit kur paraqiten para një audiencë jashtëzakonisht madhe, thuan nuk e njoh Recep Qosën për shembull, nuk e njoh një autor të huaj, ndërkohë ne shumë është një, si thua, një gjë na josh ajo një shkrimtar i huaj. Profesoresh, cilat janë ato problemet kur vinë studentët edhe kur i vlerëson, i noton për lëndën eksakte që drejtshkrimi ose që e ligjeroni, dhe vlerësoni ndonjëherë nga kultura e përgjithshme, nga ajo çfarë shkruajnë, a vërehet ajo kultura, domethënë te një student që ka lexuar, sepse ja Onuri shumë i sinqert. Kam lexuar gjithë jetës, po intensivikisht kam filluar këto 2-3 vite vonë, dhe realisht them edhe për mua, është ajo mosha 20 vjeçare kur bëhemi ne student, fillojmë në mënyrë më intensive të lexojmë, dhe kaq sinqeritet unë përshëndes Onurin. Po, në fakt ashtu është edhe më mirë. Pra, faktikisht studimet janë ajo periudha që njerëzit thellohen në studime dhe në lexime. Po që në vit të parë, kur më vinë studentët, mundet me njëherë t'i identifikoj, sidomos në lëndën e drejtshkrimit dhe drejtshqiptimit. Aty e sheh të shprehurit, aty e sheh gabimet drejtshkrimore, se një student i cili gjatë shkollës fillore dhe të mesme ka lexuar shumë libra, me pa vetdije i ka të ngulitura format e sakta drejtshkrimore, sepse kur lexon ti vazhdimisht i mëson pa e ditur që i di, dhe pastaj i vjen në zbatim. Gjithashtu kur shprehen mënyra çfarë fjalish ndërtojnë, si shprehen ata për të trajtuar çfarë do lloj kërkese që ne bëjmë, me automatizëm vëren dhe dallohen. Kemi kemi gjenerata të larmishme, kemi edhe studentë të larmishëm. Gjenerata e vitit të parë prandaj edhe i përzgjodha, janë një ndër gjeneratat më të mira që kemi këto vitet e fundit. Dhe janë një grup shumë ambicios, të cilët ndihmohen, bashkëpunojnë njëri me tjetrin dhe vërtet kanë dëshirë të hulumtojnë. Prandaj edhe bile kisha një orë që edhe i çova edhe te biblioteka ti hulumtojmë llojet e fjalorëve, ti shohin ti prekin nga afër, po ashtu e kemi në plan të shkojmë edhe te Panajri i Librit te biblioteka universitare për t'i afruar, sepse
edhe të rinjt, pra nxënësit kanë nevojë që dikush akoma më shumë t'i nxjisë. Nëse dikush ka pasur fatin, sepse kemi edhe studentë aty që kanë pasur fatin të kenë një mësimdhënës i cili i nxit, i motivon që në shkollë të mesme ata më vetëm se janë të vetëdijsuar dhe janë të motivuar, por ka edhe të tillë që nuk kanë pasur mësimdhënës të tillë, thjesht e kanë shkuar e kanë mbajtur ligjëratën, kanë qenë më të pa interesuar dhe thjesht nuk kanë pasur përsynim për t'i motivuar nxënësit. Ata duhet tani ne të jemi ajo si them ata profesor të cilët mund të bëjmë një ndryshim, një kthes të madhe tek ata dhe të jemi ne shtysa për të thelluar ata në njohuritë e tyre. Pra jo vetëm të jenë të përcipt, të lexojnë vetëm shënime të shkurtra sa për të kaluar provimin, po thjesht të jenë tipa studios, sepse ne na nevojitën njerëz të tillë. Një njeri i cili është që kur është student, nëse është tip studios, prej atij edhe pritet që të bëhet dikush në të ardhmen dhe të përfitojë shoqëria. Nëse një njeri vetëm sheh të kaloj të marr nota, ai vetëm e sheh edhe në vendin e punës kur do të hyj, do të shoh vetëm të mbaroj fundi muajit, të marrë rrogën dhe të mos jap prurje në shoqëri. Faleminderit. Mirëvete. Medali, faleminderit shumë. Do ta transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga kolega jon Violeta Gjokaj në Podgoric. Ajo ka biseduar me Sidorela Berishajn. E ndjekim bashkë. Të nderuar dëgjues, në emisionin Pa Kufi edhe nga ne redaksioni shqipe e Radios së Malit të Zi, trajtojmë temën të cilën e keni paralajmëruar ju të nderuar koleg në studiot e Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit, e që ka të bëjë me librin dhe shprehitet të lexorit në epokën digjitale, si dhe ndikimin e leximit, se si ndikon leximi në gjendjen psikologjike të individit dhe në raportet shoqërore dhe ku është letërsia shqipe sot. Të ftuar për të biseduar në këtë temë kemi profesoreshën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Shkollën e Mesme të Përzier 25 Maj në Tuzë, zonjën Sidorela Berishajn. Teknologjia ka ndikuar në pothuajse të gjitha sferat e jetës, duke mos anashkaluar as kulturën e në këtë rast librin dhe të lexuarit, dhe me plot të drejtë, dashte pa dasht jemi bërë të varur nga ajo. Zonja Sidorela, si mendoni se ka ndryshuar kultura e leximit në epokën digjitale ku jetojmë sot, sidomos tek të rinjët? Atëherë në radhë të parë dua që përshëndes të gjithë dëgjuesit e radios. Patjetër që ndikimi i teknologjisë është shumë i madh, duke qenë se tashmë ajo është bërë pjesë e pandashme e jetës së secilit prej nesh. Mund të them që ka edhe anët negative, por nuk mungojnë edhe ato pozitive. Duke qenë se në epokën digjitale kultura e leximit ka pësuar ndryshime të dukshme, veçanërisht tek të rinjt, e theksoj, sepse përdorimi i teknologjisë dhe i rrjeteve sociale ka bërë që leximi tradicional të zemësohet shpesh nga përmbajtjet e shkurtra dhe të shpejta. Dhe kjo bën që të sjellë një ulje të përqendrimit ndaj librit, zakonisht. Por nga ana tjetër ka krijuar edhe mundësi të reja përmes librave elektronik dhe platformave digjitale, duke e bërë leximin më të aksesueshëm dhe më pranë brezave të rinj. Mund të them që ka pra në këtë aspekt digitalizimi në një formë i jep mundësi nxënësve që në një formë të shpejtë mund të lexojnë. Sa ndikon leximi në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore? Atëherë mendoj që leximi ka ndikim mjaft në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore dhe luan një rol shumë të rëndësishëm madje në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve, pasi ndikon drejt për drejt në pasurimin e fjalorit. Po ashtu ndikon edhe në përmirësimin e komunikimit dhe në zhvillimin e empatisë, gjë që është shumë e nevojshme në ditët e sotme, sepse përmes leximit individi fiton aftësitë më të mira për të kuptuar mendimet dhe ndjenjat e tjerëve, gjë që na ndihmon në krijimin e marrëdhënieve më të shëndetshme dhe mendoj edhe më të qëndrueshme, të cilat mund të ndërtohen mbi mirëkuptimin. Besoj që ata që lexojnë janë më të ndjeshëm, janë më të kuptueshëm, janë më tolerantë në shumë aspekte, pra mendoj që ndikon. Duke parë zhvillimet e fundit, ku e shihni sot letërsinë shqipe? Apo arrin ajo të përshtatët dhe të komunikojë me brezat e rinj? Letërsia shqipe besoj dhe mendoj që vazhdon të mbetet një pjesë shumë e rëndësishme e identitetit ton kulturor dhe letrar. Megjithatë, ajo përballet me sfida në raport me interesat e brezit të ri. Por gjithashtu ajo mendoj se dhe përshtatet gradualisht përmes autorëve bashkohor, përmes tematikave aktuale të cilat ata na servirin,
formave moderne të komunikimit. Pra, kjo tregon se letërsia shqipe ka mundësi të vazhdojë të jetë e pranishme dhe shumë domethënëse për të rinj. Nëse arrin të afrohet më shumë, duke qenë se ajo po të afrohet më shumë edhe me realitetin dhe me gjuhën dhe me botën e të rinjve, mendoj që mund të ndikojë të përshtatet edhe me të rinj, patjetër. Sidorella, faleminderit për këtë bisedë. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që ishit me ne në emisionin Pa Kufi. Nga Podgorica ju përshëndet Violeta Gjokaj. Po, ishte kronika e përgatitur nga kolegja jonë në Podgoricë dhe do të kthehemi përsëri me bisedën në studion e Radio Kosovës me profesor Flamur Shalën. Profesor, mbase është krijuar percepcioni se nuk po lexohet, duke pasur parasysh pikërisht se po lexohet shumë online, por ky lexim online në të shumtën e rasteve është marrja e informacioneve të pastrukturuara. Jo leximi thellë, sepse në internet mundësitë janë pafund për ata që dojnë të studiojnë, por kryesisht njerëzit përciptazi lexojnë informacionet, ndikimi i rrjeteve sociale është shumë i madh, një diskurs shumë negativ dhe armiqësor. A mendoni se zhvillohet kështu mendimi kritik apo do të ishte një formë e një terapie psikologjike nëse njeriu çdo mbrëmje do lexojë një libër? Po, për herë ka dilema, sepse varet nga lexuesi, varet nga temat që kërkon, pra varet nga kërkimi. Krahasatash ne në platforma, në fakt në internet, ne gjejmë të botuar ose të botuara libra nga Akademia e Shkencave, mbi fjalë Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, por edhe nga Akademia e Shqipërisë, e Shkencave të Shqipërisë. Dhe ato libra sigurisht kërkohen nga studiuesit, nga ata të cilëve u duhen ato tema për të marrë informacione, po edhe për të referuar në studimet e tyre. Por po flasim një nivel të lartë studimi në këtë rast. Po, gjithsesi. Prandaj ka dilema, sepse libri është libër gjithandej dhe ne ende s'kemi nxjerrë diçka nga se sa vërtet jemi afër librit në përgjithësi. Po kur kthehemi te shkollat e fillore dhe shkollat e mesme, e thash që në fillim, ne këtu ende ndikon familja? Në krijimin e shprehjes në të lexuar? Ndikon edhe familja, po jo domosdoshmërisht, sepse prirjet e të rinjve nuk janë me kërkesa sikurse ka qenë bie fjala për inditi, nëse ka qenë lexues pasionant, sigurisht, ose lexues i rregullt, pavarësisht nëna apo baba e tjera. Po ashtu libër ne e quajmë edhe një libër medicine, ku një student mjekësie lexon me mira faqe atje për të dhënë një provim e tjera. Po librat e lëndëve tjera, siç është se jashtë asaj çfarë është obligative. Absolutisht. E jashtë asaj që është obligative, është diçka që pastaj lidhet me pasionin eventualisht dhe me krijimin e kulturës së leximit. Dhe tash kultura e leximit varet se si. Ne kemi filluar, kemi zënë të ndërtojmë, të krijojmë, të ndërtojmë kulturë leximi në telefon, në internet. Dhe prandaj mbushemi me informacione në përgjithësi. Këtë kemi gjithandej, varësisht edhe nga niveli intelektuali, perceptimit e asaj se çka dëshirojmë sa të kemi si informacion dhe çfarë kërkimesh bëjmë, kam fjalën për. E ne si profesor drejt për drejt, pedagog, siç themi ne, pedagog drejt për drejt në fakultet, me ligjëratat tona, jo rrallë kërkojmë të dimë se sa po lexohet nga ana e studentëve. Normalisht që dhënat kanë herë në dalin jo të mira, po nga një herë, sepse ka student që me të vërtet mban atë nivelin e kërkesave të tij për të lexuar në vazhdimsi. Dhe kjo lidhet për shembull me drejtimet tona, me degat tona, gjuhë e letërsi shqipe, po unë kujtoj që studentë varësisht nga fushat që studiojnë ata, përveç se kanë mundësi, duhet të krijohen, si me thënë ato rrethanat, që ata të mos hezitojnë, ose të mos, si themi, të mos përtojnë, ose të mos neglizhojnë që ata ta lënë anë. Është një diçka që vrehet, sepse ne përgatisim ligjërata
me slajde të mundshme për ta thënë thelbin e ligjëratës para studentëve, dhe nga njëherë ka student të cilët konsultohen me literaturë deri në 5 lëndë për një libër, 5 libra për një lëndë, 5 tekste universitare e tjera, qoftë edhe studime drejt për drejta. Por ka dhe të atil që bazohen vetëm në slajde. Edhe pastaj aty ngecet puna me ta, sepse është e mirë që ata ja din hallin veti dhe prap i kthehen literaturës eventualisht që ka të shënuar në programe të tjera. Prash, a duhet më tutje të punojmë në këtë drejtim në mënyrë që ta bëjmë sistemin edhe më të fortë në kuptimin e dhënies dhe nxënies së dijes duke përdorur librin. Ne këtu do të punojmë në vazhdimsi në sistem shtetëror. A mund të bëjnë diçka institucionet, botuesit, librarit? Po, sidomos për patëm fjalën për lekturë shkollore dhe për libra të tjerë për cjellës, për lëndë caktuara, sidomos për lëndët shoqërore, që ato unë mendoj nuk duhet të jenë as shumë të ngarkuara, të jenë më sistemore, të dihet më shumë çka përmban gramatika e gjuhës shqipe dhe çka përmban letërsia në kuptimin sistemor të renditjes së temave mbi fjala që nga humanizmi atje deri te letërsia e sotme e postmodernizmi, në mënyrë këtë sistematike dhe në mënyrë këtë të lehtë, në mënyrë që të mësohet më shumë në përfaza se cila letërsi ka qenë ajo, cila është kjo, cila vje në radhë tjera dhe në gramatik të dihet mirë në mënyrë sistemore e mësimit të gramatikës edhe e sistemit të gjuhës në përgjithësi, përfshirë edhe ato disiplina që kanë zënë fjellë të studion më vonë, si që është sociolingvistika, bifjala, psikolinguistika e tjera, dhe që të kompletohet pastaj, por të dihet se pa lexuar librin nuk mund të mësohen këto lëndë. Dhe studentët këtë kanë të qartë tash për tash, por disa neglizhojnë, disa janë shumë pasionant në leximin e literaturës. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot në emisionin Pakufi. Në pjesën tjetër të mbetur do ta lëm për 2 studio tjera në Tiranë, Jaho Margjeka. Vazhdojmë, Jaho? Po vazhdojmë këtu në studion e Radio Tiranës. Jemi me Moza e Rebaren. Moza u trajtua librin këndvështrimit të ndryshme, por natyrisht kanë mbetur prapë argumenta për t'i trajtuar. Sidomos ajo që letërsia shqipe sot në raport me zhvillimet botërore, me trendet e letërsisë botërore, ose më saktë, apo arrin ndonjë autor shqiptar për të depërtuar sot në botën e madhe të librit në vendet ndryshme të botës, si dikur Ismail Kadareja apo dikush tjetër. Kjo ka 2 anë. Kjo është një çështje edhe vështirë, po edhe e lehtë. E vështirë për shkak të gjuhës shqipe, po flas për autorët shqiptarë. Si gjuhë e vogël. Si gjuhë e vogël që nuk ka një të ngjashme, që është unike, dhe je i detyruar pa tjetër që gjuha të përkthehet në gjuhët që ti preferon që ta ndjerësh botimin tënd. E lehtë është për ata persona të cilët aktualisht jetojnë jashtë vendit, sepse mënyra e trajtimit të autorit është ndryshon krejtësisht në mënyrën e trajtimit të autorit në Shqipëri. Atje gjërat funksionojnë në bazë të ligjit. Edhe duke u respektuar ligjin, sigurisht që respektohet në të njëjtën kohë botimi, autori dhe çdo gjë që lidhet me këtë botim. Unë nuk kam shumë informacion me emra konkret, po di që ka autor shumë të suksesshëm që kanë hyrë në tregun evropian, palë edhe teknologjisë. Sot për shembull është bërë normale që një person të botoj në Amazon dhe ta shesi librin në Amazon dhe të mendoj se është bërë i famshëm përmes saj. Mund të jetë edhe kjo, por në stilin klasik, me sa di unë, ka autor shqiptar që kanë rezultate shumë të mira dhe janë pritur shumë mirë veç botimit edhe me çmime prestigjioze që janë marrë rreth e qark vendit. Sa ndikon përkthimi në fatin e një vepre letrare? Ju keni përkthyer
nga letërsia hebraike shumë autor? Është shumë e vështirë për të qenë perfekt një përkthim, është e pamundur. Sepse secila gjuhë ka elementet e veta që e dallon. Kjo është dhe dallimi që ka një gjuhë nga një gjuhë tjetër. Shprehjet idiomatike, ka sinonimet janë të ndryshme, me kuptime të ndryshme, kontekste të ndryshme. Natyrisht. Kështu që një përkthyes i mirë e bën një vepër letrare të shkojë larg. Po. Ktu e kisha idenë. Po duhet ta ndjej. Domethënë, nëse ti merr përsipër të bësh një përkthim, duhet ta ndjesh, duhet të njohësh traditën, historinë. Natyrisht. Po, a kemi përkthyes të mirë sot në Shqipëri? Patjetër që po. Ka përkthyes shumë të mirë që përkthejnë edhe autorë që nuk janë më klasikët, për shembull, i kanë ripërkthyer, edhe ata që u përkthyen nga le të themi elita e përkthimit në gjuhën shqipe, me Vedat Kokonën e Brionin e me të tjerë. Po edhe tani patjetër që ka, dhe janë vërtet shumë të suksesshëm me çka kam lexuar dhe me çka kam ndjekur. Po. Tjetra, të themi ato që letërsia shqipe, thamë është një letërsi e vogël, gjuhë e vogël, nuk është letërsi e vogël, por çfarë po bëhet për të sjellë edhe letërsi të mirë në shqip? A kemi përkthyes të mirë? Po, dhe duhet ta lidh pak po shkurt me drejtën e autorit, me që sot jemi edhe në ditën e botërore të librit edhe të drejtës së autorit, veprat letrare që miren për të botuar në shqip duhet të jenë. Kjo në fakt është duhet të kenë botuesit, duhet të kenë këtë vëmendje. Kjo është specifikisht e botuesit. Domethënë, botuesit duhet të kenë të drejtën e botimit të një, të krijojë hapësirën për të një autori X. Jo, të krijojë hapësirën për përkthyesin. Po të ketë edhe lejen e autorit. Patjetër, për këtë e kam fjalën. Domethënë, botuesit duhet ose të shtëpisë botuese që ka Gallimardit për shembull, Fajardit, po më vin kot në mendje. Shtëpitë botuese të Kadares, botuesit e Kadares. Normalisht duhet të funksjonojë në këtë lloj forme. Domethënë, shtëpia botuese duhet të merret me shtëpinë botuese ose me autorin, nëse është autor individual. Edhe të marr lejen e të drejtës së botimit. A ka probleme në Shqipëri? Ti je një njeri që e ndjek trendin e përkthimit, të krijimit. Përkthime shumë të mira ka. A ka probleme me drejtën e autorit? Zyrtarisht nuk di që të ketë probleme. Po kështu përmes bisedave që qarkullojmë, ne takohemi shpesh, gjithmonë. Po sigurisht. Secili ndjek atë polen e vet. Po sigurisht. Mos aturoj edhe një herë për librin më të ri. Falenderoj shumë që erdhe sot për herë të parë në Pakufi. Me sa më kujtohet pa. Faleminderit shumë për kontributin sot në Pakufi, Mimoza Erebara dhe faleminderit ju dhe dëgjuesve. Atëherë, koleg, mirëvete? Po. Dali? Po, ja ju dëgjoj. Po. Falenderoj. Do vazhdojmë këtu në studion e Radio Shkupit, profesoresh, në ditën botërore të librit, të kujtojmë forcën e fjalës shkruar dhe inteligjencën artificiale. Shumë njerëz pretendojnë duan të bëhen poetë, shkrimtar, në fakt mbase edhe gjithë janë, por flasim për ato më cilësorët, si ishe këto gjëra, këto gërshëtime të tyre se në vetëm ko inteligjencë artificiale. Po, është libri dhe inteligjencë artificiale. Është shumë e vërtet që kohëve të fundit po shtohet numri i poetëve, shkrimtarëve, i të magjistruarve, i të doktoruarve, fal inteligjencës artificiale, dhe kjo është ajo e keqja që nuk jo gjithmonë mundet të vihet një si them një sit apo një pengesë që të mund t'i ndaloj njerëz të këtill të përhapen, të avancohen. Megjithatë tani përderisa ne ata njerëz që i dim, që i njohim, që u kemi lexuar edhe më përpara edhe u dim stilin, mënyrën e të shkruarit, të shprehurit, mund të vazhdojmë edhe ti lexojmë edhe mund të dallohet, mund të identifikohet, sepse
Inteligjenca artificiale ka edhe një stil të unifikuar, ka të njëjtësuar, edhe nëse e vëren në të njëjtë një shprehje apo një formë apo si them një ndërtim strukturor, sintaksor te dikush që përsëritet te më shumë veta, te më shumë autor, ajo me automatizëm dallohet që është nga inteligjenca artificiale. Madje edhe për shembull nëpër Facebook apo nëpër rrjetet e tjera sociale kishte shumë njerëz që nxirrnin poezitë e tyre apo shkrimet çka do qofshin ato. Deri dje par dje për shembull e ka mbush me plot gabime drejtshkrimore apo me një leksik shumë më të varfër, kurse sot pa ato të njëjtit kanë asnjë gabim drejtshkrimor, me një leksik shumë të pasur, madje edhe me shumë fjalë të huaja, sepse inteligjenca artificiale përdor shumë anglizma. I ka kthyer me mbaresa me trajta të shqipes, megjithatë përsëri janë shumë fjalë internacionale. Dhe gjithashtu e njëjta ndodh edhe për njerëz të cilët ja duan të magjistrojnë apo të doktorojnë, në kohën kur është dashur për shembull të hulumtojnë nëpër biblioteka, të gjejnë libra dhe apo të dalin edhe në terren vetë të hulumtojnë për një teze që ata duan ta punojnë, sot ato ua kryen pjesën më të madhe të punës, ua kryen inteligjenca artificiale që po ashtu sado që ajo përshpejton në kohë, dëmton shumë në cilësi, dëmton shumë në kreativitet, dëmton shumë në të menduarit kritik të vetë magjistrantëve apo të vetë si them autorëve, përgjithësi ata që përdorin inteligjencën artificiale. E njëjta gjithashtu ndodh edhe me detyrat e studentëve apo të nxënësve, që në shkollë fillore ne I kemi sot fëmijët e vegjël sapo jep mësuesja detyra, ata nuk e lodhen trurin fare, me një japin inteligjencës artificiale dhe ju zgjidh detyrat. Pra, kjo është një thik me dy teha, sepse sado që na ndihmon për shumë çështje, na I përshpejton kohën, na jep informatat që na kursen shumë në kohë, sepse informata që ne është dashur në shumë libra ti hulumtojmë, ose edhe nuk I kemi ditur që ekzistojnë, inteligjenca artificiale na I nxjerr aty dhe I kemi menjëherë, por në anën tjetër na dëmton në këto çështje që e përmenda. Dhe gjithashtu edhe ka edhe një mangësi tjetër inteligjenca artificiale. Nuk I ka të gjitha librat të futura aty. Domethënë, ne kemi shumë libra të botuara që mund të jenë monografi apo teza, hulumtime shkencore të vërteta, origjinale, por nëse nuk janë ato të futura në formë elektronike, atëherë inteligjenca artificiale ato nuk I gjen dot dhe nuk mund t'i shfrytëzojë si literaturë. Dhe është edhe një diçka tjetër që po ashtu është vërejtur nga disa organizata që merren me mbikëqyrjen e punimeve, është edhe të kumtesave, botimit të kumtesave, edhe të magjistraturave dhe doktoraturave, që inteligjenca artificiale është e zonja të nxjerr gjëra fiktive, domethënë të gjëra që nuk ekzistojnë, të nxjerr autor që nuk ekzistojnë apo citate të ndryshme që gjithashtu duhet të kemi parasysh që mund të ballafaqohemi edhe me gjëra të këtilla. Po Elda, për fund? Po. E pengon e stimulon inteligjenca artificiale leximin, ka përparësi dhe mangësitë e vetë, cilish? Unë personalisht sa e kam përdorur, I kam vrejtur të metat që ajo mund të ketë, edhe më kam penguar. Edhe nga kjo gjithmonë kam zgjedhur që të paktën sa I përket punimeve që të mia personale, të cilat do të më duhen për në fakultet ose edhe për pasion që kam të shkruaj, kam zgjedhur më mirë të kem diçka pak të mirë, që do më marr pak më shumë kohë, po të jetë origjinale e imja. Duke besuar në atë që me vazhdimsi, me kalimin e kohës, duke përdorur gjithmonë fjalët e mia, leksikun tim edhe atë diat, pak horizont që mund të kem sot, me kalimin e kohës do të përmirësohet edhe do të thellohet. Edhe kjo gjë më e vlerësoj edhe më pëlqen më shumë edhe do të jem më e sinqert së pari me veten time edhe po ashtu edhe me të tjerët. Po pa dyshim që përdoret shumë edhe nuk kemi si ta shmangim. Po. Onur, sa e shfrytëzon ti inteligjencën artificiale në studimet në punën tënde? Domethënë si gjithë studentët ditëve të sodit, në përjashtim të disave të cilët I marrin informacionet për inteligjencës artificiale, domethënë të njëjta ashtu siç janë, vetëm I bëjnë kopje dhe I vendosin në punimet e tyre. Unë jam prej atyre të cilët e kërkoj informacionin, e lexoj dhe mundohem ta vërtetoj, e lexoj edhe prej librave, kam dëshirë që
të hulumtoj vet ajo pjesa ku unë të shkoj ta marr librin, të shkoj në shtëpi, ta nxjerr një citat për atij libri, ta vendos në punimin tim. Ajo është për mendimin tim puna më e mirë që mund ta bëjë një student, është detyrë e tyre. Por duhet, me thënë, jo që duhet, por si të them, nuk është keq të marrim informacion, sepse nuk i ka të gjitha gabim, por duhet të kursehemi me informacionet që na jep ajo. Po, të bëjmë kujdes, me thënë të bindemi që për shembull atë informacion që do na japi të jetë i saktë, jo vetëm ta marrim informacionin komplet si na jep ajo, vetëm ta bëjmë kopje edhe ta vendosim. Që kjo është shumë gabim për sa i përket studentëve të kohës tonë, sepse e marrin të njëjtën edhe, do të thënë, edhe ne si student e dallojmë ndonjë kur prezanton ose diçka, e dallohet menjëherë se e ka bërë me inteligjencë artificiale, sepse ne jemi ato që e përdorim më shumë edhe më e kemi mësuar të gjuhën e saj. Falenderojmë të ftuarit tonë sot, profesorin Flamur Shala këtu në studion e Radio Kosovës, zonjën Mimoza Erebara, studiuese në studion e Radio Tiranës, profesoreshën Ajten Çamili dhe studentët e saj në studion e Radio Shkupit dhe Sidorela Perishaj në studion e Malit të Zi. Ju faleminderit shumë edhe juve kolegë të nderuar, Jau Margjika në Tiranë, me Medaliu në Shkup dhe Violeta në Podgoricë. Miru dëgjoshim dëgjues të dashur në një temë tjetër, javën tjetër, pra të ejtën. Miru dëgjoshim në Tiranë, miru dëgjoshim. Ka Shkupi.